Këngëtari i njohur nga Shqipëria Mevlan Shaba ka reaguar pas një videoje që po qarkullon në rrjetet sociale. E falenderoj shumë Zotin që më riktheu për herë të dytë në jetë që nga data 31 mars deri më sot, që është 1 maj 2026, unë isha në koma nga kanceri në mushkëri, thuaj në videon që e shokoi atë. Stop me shpifjet, ky lajm është i turpshëm dhe totalisht i pavërtet. Nuk i jep askush të drejtën të shpik një histori për mua, aq më pak të përfshinjë një fëmijë 1 vjeç në këto gënjeshtra për klikime. Kjo që po bëni nuk është gabim i vogël, është mungesë totale përgjegjësie dhe njerëzie, po luani me ndjenjat, me familjen dhe me dinjitetin e dikujt. E them shumë qartë, ndaloni më njëherë këto lajme të rreme dhe hiqini kudo ku i keni publikuar. Mos e përfshini më kurrë fëmijën tim në asnjë histori të shpikur. Mjaft është mjaft, shkroi këngëtari në reagimin e tij, ku duke mjaft i revoltuar dhe normalisht me të drejtë. Na duhet t'ju kujtojmë se Mevlan Shaba është një emër mjaft i njohur për publikun shqiptar, sidomos për lidhjet e tij romantike, për post karrierës së tij muzikore, ku numëron disa hite, të cilat janë përqafuar menjëherë nga publiku. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.